Zjarri që shpërtheu mbrëm në një shtëpi të vjetër përballë Kalas së Shkupit në hyrje të çarshisë së vjetër, edhe sot ishte aktiv. Zjarfikës i deri në orët e para të mëngjesit kanë punuar për ta vënë zjarrin në kontroll të plot. Gjatë mbrëmjes zjarfikësit e Shkupit ndërhyn me 5 automjete dhe 20 zjarfikës dhe parandaluan për hapjen e flakeve në objektet përreth. Sipas komandantit të njësitit të zjarfikësve të Shkupit, Zvonko Tomeski, njoftimi për zjarrin në çarshi është marrë në orën 19:43 minuta, ndërsa është intervenuar menjëherë. Në orën 19:43 u mor një njoftim për zjarr në një shtëpi të braktisur në rrugën Samoilova, i cili objekt ishte tërësisht i përfshirë nga zjarri. Menjëherë u dërguan 5 automjete të zjarfikësve dhe me 20 zjarfikës. Për një kohë të shkurtër u lokalizua dhe nuk u lejua që të kaplojë edhe objekte të tjera. Ekipet e zjarfikësve vazhduan intervenimin edhe sot në mëngjes, pasi ka material djegës në objekt dhe u desh që të pastrohet dhe të shuhet zjarri. Shkaku i zjarrit mbetet i panjohur, ndërsa sipas informatave jo zyrtare, objekti ku shpërtheu zjarri përdorej shpesh nga personat e pastre. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se po kryen ekspertizë në vendngjarje për të zbuluar shkaqet. Nga Qendra për Menaxhim me Kriza gjithashtu njoftuan se është intervenuar menjëherë pas marrjes së informatave për zjarrin në një objekt të vjetër në çarshi të Shkupit, ndërsa nga ky zjarr nuk ka persona të lënduar.